Do të vazhdojmë të flasim për procesin gjyqësor në Hag, ku të hënën pritet që mbrojtja e Thaqit dhe të tjerëve të dorëzojë mocionin për rrezimin e pikave të aktakuzës. Të ftuar për të diskutuar për këtë proces kemi avokatin akredituar në speciale Artan Qerkini. Zoti Qerkini, mirë se erdhët. Do doja të flasim pikërisht për këtë që mbrojtja e Thaqit të hënën pritet të dorëzojë mocionin për rrezimin e pikave të aktakuzës. Të hënën, çka në fakt mund të pritet nga kjo? Po, kjo procedurë është risi sa i përket procedurave ku janë të përfshirë shtetasit e Kosovës, nga se edhe pse gjykata speciale de jure konsiderohet si gjykata e Kosovës, procedura që zhvillohen atje në mënyrë thelbësore dallojnë prej procedurave penale që zhvillohen në Republikën e Kosovës. Pra, një prej procedurave që dallon është edhe kjo procedura për mocionet për rrezimin e aktakuzës. Pra, sipas kësaj procedure, në momentin kur prokuroria e mbaron rastin e saj, pra i prezanton gjitha provat dokumentare dhe i dëgjon gjithë dëshmitarët e saj, atëherë i jepet mundësia mbrojtjes që të bëjë një kërkesë që të rrëzohen pikat e aktakuzës, për faktin se prokuroria nuk ka arrit ta bind trupin gjykues se pikat e aktakuzës prima facie janë të besueshme. Pra, nuk e ka plotësuar standardin e provës për të shpallur fajtor të pandehurit në përputhje me pikat e aktakuzës të cilat janë pjesë e saj. Pra, në këtë rast, gjykata mundet disa akuzat t'i hudhë në këtë fazë të procedurës, disa të tjera jo, apo mund t'i hudhë që të gjitha pikat e aktakuzës. Nëse gjykata i hudhë disa pikat e aktakuzës, atëherë po e bie se mbrojtja duhet të prezantoj prova, kundër prova, me cilat synon të rrëzoj provat e prokurorisë në mënyrë që edhe ato akuza, të cilat nuk janë rrëzuar në këtë fazë, të rrëzohen në fund të procesit gjyqësor. Si keni parë deri tani provat e cilat janë paraqitur? Po, provat e cilat janë paraqitur deri më tani i ka karakterizuar një jo transparencë për faktin se shumica e seancave gjyqësore kanë qenë të mbyllura. Pra, publiku nuk ka pas mundësi të shohë dëshmitarët dhe të bëjë vlerësimin e dëshmisë së tyre. Prandaj është jashtëzakonisht e vështirë për qytetarin e Kosovës që ta krijojë një bindje nëse akuzat janë provuar apo jo, nga se më shumë se 50% të seancave gjyqësore kanë qenë të mbyllura. Dhe qytetarët nuk kanë mund të njoftohen me përmbajtjen e dëshmive. Sa i përket dëshmive të cilat janë dëgjuar në seanca publike, është parë se ato dëshmi nuk kanë qenë bindse dhe nuk kanë qenë në favorin e prokurorisë, edhe pse kanë qenë dëshmi të propozuara nga ana e prokurorisë. Por, mendoj se gjykata speciale në aspekt administrimit të provave nuk ja ka dalë që të balancoj dy interesat të kundërta, e të cilat janë interesi i qytetarëve që të përcjellin shqyrtimin gjyqësor dhe mbrojtja e dëshmitarëve. Mendoj se në Tribunalin për Jugoslavi kjo është arritur në mënyrë mjaft efikase, sepse dëshmitarët e mbrojtur janë skenuar ashtu, skrembluar në mënyrë që mos të shihet, do të thotë, figura e tyre, zëri është trembruar, mirë po përmbajtja e dëshmisë së tyre ka qenë e qasshme për publikun, e përjedhoja publiku ka pas mundësi ta krijojë edhe një bindje për besueshmërinë e dëshmive të tyre, ndërsa gjykata speciale këtë nuk e ka bërë, thjesht i ka mbyllur seancat, nuk e ka përdorur këtë variantën që ka përdorur gjykata për Jugoslavi. Apo zvaritet ky proces nëse flasim në tërësi, qoftë me seancat e mbyllura, qoftë me seanca jo të shpeshta, apo zvaritet si proces? Zvaritja procedurës ka ndodhur në fazën paraprake. Nuk mendoj se zvaritja procedurës ka ndodhur në fazën e shqyrtimit gjyqësor. Nga se seancat kanë qenë mjaft të shpeshta, kanë qenë 4 seanca apo 3 seanca brenda një jave. Mirë po zvaritja kryesore është shkaktuar në fazën paraprake. Nga se prej arrestimit të pandehurve e deri në fillimin e gjykimit kanë kaluar 2 vite, ndoshta 2 vite e gjysmë. Nuk ka pas nevojë që të kalohet një periudhë kaq e gjatë prej arrestimit e deri në fillimin e shqyrtimit gjyqësor, nga se gjykata speciale është themeluar qysh në vitin 2015 sipas ligjit, provat i kanë pas në dispozicion, nuk ka asnjë arsye valide e cila do të përliste veprimin e prokurorisë që provat të dorëzohen brenda afatit 2 vjeçar. Është dashur provat të dorëzohen
minimalisht brenda afatit 6 mujor në mënyrë që procesi gjyqësor të fillojë më herët dhe po e përsëris që zvarritja ka ndodhur në fazën përgatitore të shqyrtimit, jo në shqyrtimin gjyqësor. Ankesa pakënaqësi ka pasur edhe për ato që paraqiten zoti Veseli, Krasniqi dhe Thaqi dhe të tjerët për lirimin me kusht të cilat nuk po aprovohen nga ana e gjykatës. Pse mendoni që po bëhet kjo? Mendoj se tani janë plotësuar gjitha kushtet ligjore për lirimin me kusht, nga se paraburgimi është masa më e rrept për sigurimin e prezencës të pandehurit procedurë penale. Përveç paraburgimit ekzistojnë edhe masa tjera alternative, siç janë arresti shtëpiak, masa paraqitjes stacion policor, ndalimi për t'u ofruar dëshmitarëve kështu me radhë, dhe gjithmonë sipas të drejtës ndërkombëtare dhe jurisprudencës së shteteve demokratike, sa më shumë avanson procedura, nevoja për masa të rrepta të sigurisë zvoglohet. Pra, e tham se paraburgimi është masa më e rrept dhe me dinamizëm të procedurës, sa më shumë të avansoj procedura, aq më shumë do duhet të zbuteshin masat e sigurisë. Pra, tash, nëse i vetmi argument i prokurorisë ka qenë që të pandehurit të mbahen në paraburgim për shkak të rrezikut të ndikimit në dëshmitar, tashmë ky rrezik nuk ekziston, sepse prokuroria e ka përfunduar rastin e saj, dëshmitarët e prokurorisë janë dëgjuar, e përjedhoj nuk ka mundësi që të ndikohet më në dëshmitarët e prokurorisë. Për këtë arsye është dashur që masa paraburgimit të zaventohet me ndonjë masë më të butë, siç është për shembull arresti shtëpiak. Tek çështja e kryetares së domave të specializuara, qëndroi në Kosovë, nuk mbajti konferencë, kishte protesta, deklarata e saj e bërë së fundmi që edhe vetë gjykata speciale si pasojë është dashur të ishte në një vend tjetër si pasojë e sigurisë, siç tha ajo. Si komenton këto deklarata? Po, kjo deklarat paraqet një deklarim të egzageruar të zonjës Trëndafillova. Ka shumë procese gjyqësore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Evropë, të cilat përcillen me protesta të ndryshme, edhe më të dhunshme, edhe më masovike se ajo protestë që ishte para një hoteli këtu në Prishtinë, dhe askush në Amerikë nuk thotë do ta zhvendosim në Meksik gjykatën sepse pas ka pas protesta në Amerikë para gjykatës. Kjo ndodh në procese gjyqësore, sidomos të kësaj natyre, mirë po gjykatat vazhdojnë të funksionojnë në vendin ku e kanë seli. Prandaj kjo është një argument jo valid, sepse gjykata është dashur të zhvendoset në një shtet tjetër. Por zonja Trëndafillova me një anë po e konsideron veten si kryetare të një gjykate kosovare, e në anën tjetër de facto sillet si me qenë kryetare një gjykate ndërkombëtare. Nëse kjo është gjykata e Kosovës, u komentua, pse duhet vi në Kosovë përderisa i gjithë procesi po bëhet në Hagë dhe nuk po zbatohen ligjet e Kosovës. Po në fakt, nëse zonja Trëndafillova me të vërtet e ndjen dhomat specializuara si gjykatë vendore, atëherë nuk ka nevojë që të vi në Kosovë. A shkon kryetaria e gjykatës themelore të Prishtinës dikun në vizitë apo takohet me ambasador në ambasada? Jo. Nëse është gjykatë e Kosovës, atëherë nuk ka nevojë të veprojnë këtë mënyrë. Mirë po, ajo de jure po e konsideron Kosovës se de facto po vepron si me qenë kryetare e ndonjë gjykate ndërkombëtare. Dhe kjo është një kontradikt dhe veprim kundërthanës si saj. Dhe një pyetje për fond, zoti Qerkini, ajo që pyetja më e shpesh që bëhet në fakt është se kur pritet përfundoj ky proces. Është e pamundur që të flasim me afate, mirë po marr parasysh procedurat të cilat kanë shkuar deri më tani. Po këtu duhet të dallojmë dy momente, përfundimin e procedurës dhe marrjen e vendimit. Unë besoj se procedura do të përfundoj brenda këtij viti, mirë po me siguri se gjykata do të kërkoj 3 apo 4 muaj kohë për të marrë vendim. Prandaj besoj se procedura gjyqësore do të përfundoj me administrimin e provave deri në fund të këtij viti, mirë po vendimarrja në lidhje me procesin pritet të ndodhë diku ka fillimi i muajit prill, ndoshta të vitit 2026. Unë ju falenderoj shumë për kohën dhe intervistën sot. Faleminderit.